mund të jetë një formë abuzimi edhe kur ne me qëllimin më të mirë të mundshëm mundohemi që të shtym dikë që të bëj diçka, të bëj një hap përpara, të dali nga një situatë, të shkoj diku, edhe pse ai person nuk do të dëgjoj, nuk është gati që të ndërmarrë atë hap, nuk është koha e tij. Dhe ne duam që ta bëj. Për shembull, mund të detyrojmë dikë që t'i themi që të shkojë në një terapeut, mund të detyrojmë dikë që t'i themi që të shkojë në një event, të lexojë një libër, të shikojë diçka, të dali nga një marrëdhënie, të dali nga një punë, kur ai person akoma nuk është gati, nuk e ka kuptuar, nuk ka vetdije në dur, nuk do të dëgjojë e të tjerë. Mund të jetë edhe për shembull raste kur neve japim këshilla, sugjerime të pakërkuara ose këshilla, sugjerime të mira, por në momentin e gabuar. Për shembull, le të themi që një person ka kaluar një ditë shumë të vështirë në punë, kthehet në shtëpi në darkë, nuk do zhurmë, do vetëm qetësi absolute, nuk do t'ja di më për asnjë gjë, dhe le të themi që merr një gotë birrë edhe e pi edhe do të hajë në qetësi. Ndërkohë që një pjesëtar i familjes, për shembull në atë moment, fillon edhe i bën kritika që për shembull nuk duhet të pijë alkool, ose për shembull duhet të shkojë të kujdeset më shumë për veten, duhet të hajë më shëndetshëm, duhet të bëjë aktivitet fizik e të tjerë. Pra, qëllimi në këtë moment është shumë i mirë, shumë i dur, por personi në atë moment një këshill të tillë në momentin e gabuar mund ta ndjej dhe mund ta perceptoj si një formë abuzimi. Prandaj gjithmonë duhet respektuar edhe koha e personave të tjerë, pa u ndjerë superior nëse neve i kemi kuptuar, realizuar disa gjëra, kemi ndryshuar, edhe duam që dhe personat e tjerë të kenë ritmin tonë.